Vetëm disa kilometra larg qytetit të Vlorës ndodhet një fshat me emrin Bestrov. Një fshat ky i cili gjendet përgjatë rrugës nacionale Vlorë-Fier, ose siç njihet ndryshe, rruga e vjetër lidhëse mes dy qyteteve. Bestrova, e cila përfshihet në njësinë administrative qendër, shumë pranë Vlorës. Fshat tepër i njohur, ku së bashku me Bunavin dhe Kërkovën, përbëjnë një ndër pjesët kryesore të territorit të njësisë qendër. Për shkak të afërsisë gjeografike dhe të njëjtës rrugë që kalojnë, Bestrova dhe banorët e saj jetesën e kanë patur ngushtësisht të lidhur me Kërkovën, territorin e Bunavis, por gjithashtu shpesh edhe me Panajan, e veçanërisht Vlorën. Për shumë Bestrova, nëse do të ishte jashtë vendit, do të cilësoj një lagje e qytetit, pasi kemi të bëjmë me një fshat i cili është vetëm 5 kilometra larg qendrës së qytetit bregdetar të Vlorës. Por nëse i referohesh investimeve apo edhe realitetit që ky fshat jeton sot, mund të themi se Bestrova jeton vite të rritë larg nga qyteti dhe zhvillimi që ka marrë Vlora. Kjo për shkak se në Bestrov ka munguar investimet. I vetmi investim ndër vite në fshatin Bestrov është pikërisht rruga e fshatit që ju ndiqni edhe në pamje pa shpinës time. Por fshati sot vuan një sër problematikash ku më madhorja sigurisht është ajo e mungesës së ujit të pishëm. Në bazë të numrit të popullsisë, sigurisht që Bestrova ka ndryshuar shumë në krahasim me vitet e mëparshme, për shkak se shumë prej të rinjve të fshatit janë larguar në emigrim. Fshati ka njohur dy periudha emigracioni në shifra tepër të larta, ato të viteve 1997-2000, si dhe të viteve 2012-2017. Fillimisht banorët nga Bestrova për shkak të luftës janë larguar në Itali dhe Greqi, e pas viteve 2012, në çdo vend të botës, kryesisht Gjermani, Francë e shumë më tepër në Angli. Sot në fshat sigurisht ka mbetur vetëm mosha e tretë, ku janë vetë banorët që pohojnë se e rini nuk ka më. E përpasoj, fshati ndër më të afërtit me Vlorën, rrezikon që nëse situata të vazhdojë e tillë të shpopullohet. Banorët pohojnë se fëmijët e tyre në emigrim nuk e shohin fshatin si një mundësi jetese për të ardhmen e tyre. Jetonin Vlora apo jo? Po. Me Bestrovën çfarë të lidh? Çfarë më lidh? Po, ma shpjego pa. E para kam rritur fëmijët, kam shkolluar fëmijët këtu në Bestrovë. Pastaj ikëm në Greqi, blem shtëpi në Vlorë. Tokat e këtu i kemi këtu. Kthehesh her pas here. Këtu në Bestrovë. Tani që jam këtu vi për ditë. Si është realiteti? Siç ka qenë më parë, siç është tani? Ka ndryshuar çik, po jo shumë. Ju jeni ndër personat që jeni larguar, keni emigruar. Po ashtu vëmbreshje edhe në fshat para ka shumë veta. I ke marrë këtë largimin jeni sy? Tani bjen në sy, po si gjithë Shqipëria, si gjithë bota, gjithë kanë ikur. Të rinjët? Ka të rinj këtu? Shumë pak. Ku janë larguar kryesi? Ku kanë shkuar? Ku të duash në gjithë botën? Mund të pyes pse largohen? Është një pyetje që ka shumë përgjigje, po. Çfarë i detyron kryesisht? $1 milion. Po. Patjetër $1 milion. E duan të bëhen, të punsojnë, të rrisin familjet, të bëhen për më mirë gjithmonë. Kur jeni larguar ju nga Bestrova? S'mbaj mendon. Çfarë ju detyruan? Kushtet ekonomike besoj, nevoja për një jetë më të mirë? Unë person kam ikur në 97 fiks. Bëra dhe luftën këtu e pastaj ika. Këtu në Vlorë. Për shkak të një jete më të mirë ika? Po, patjetër. E gjeta atë jetë në Greqi? E gjeta, po u lodha shumë. Jeri kthyer? Po. Fëmijët i kam andaj jashtë të 3. Po mirë, kur i riktheve, kur është jam, pse zgjodhe Vlorën dhe jo Bestrovën? Për të jetuar. Pse zgjodha Vlorën? Se në Bestrovë s'kisha as rrugë, as ujë. Edhe drita tërë vinin e riknin. Kurse në Vlorë? Jemi dyne. Mirë, si jeni ju? Jeni mirë? Si është jetesa në Bestrovë? Nuk e di unë se s'jetoj këtu. Ku jeton? Itali. Në Itali? Po. Je kthyer? Je kthyer për të jetuar apo? Jo, për sa ditë. Për disa ditë? Po. S'ka rini. Ke vënë edhe ti këtë gjë? Rinia ka nikur në punën e tyre. Ku ka nikur kryesisht?
Jashtë shtetit. Nëse të rinjt krau i profesionalizuar i punës e popullsia e grup moshës 40 deri në 55 vjeç janë larguar nga fshati, e shumica nuk mendojnë më të kthehen. Emigrantët të cilët kanë lënë atë dhomë në vitet 1996 e 1997 janë rikthyer aty për të kaluar vitet e pensionit të tyre. Janë rikthyer në fshat për të kujdesur kryesisht për tokat bujqësore e jo për të jetuar. Për jetesë, ata tregojnë se kanë zgjedhur Vlorën, pasi në Bestrov mungojnë kushtet më bazike. Me lot në sy thonë se siç e lanë fshatin, nuk e kanë gjetur. Nga një fshat që zhurmonte nga zërat e banorëve në një fshat ku sheh vetë shprehj sot, e asnjë të ri. Keqardhje ndjejnë edhe kur kuptojnë që situata vetëm sa vjen e përkeqësohet. Pasi në të njëjtat kushte jetese që e lanë Bestrovën në 97-ën, e gjetën po njësoj, po me të njëjtat probleme. Në edhe u largova, bëra 20 vjetë kur bet në Asin. Kur erdhe në Bestrov, si e gjatë fshat? E ke parasysh të vis që andej, e ta gjesh këtu as rrugë, as ujë, as një gjë. Më keq se çele apo më mirë se çele? Më keq se le. Më keq. Më tregove shkollën. Një lidhje emocionale sigurisht kete me shkollën, po sot që e shikon atë gjendje, të vjen keq? Sot jo keq, po nëse do na dilnin lot, do qanim me të madhe. Se ja ku jemi lagje. Lagje Vlora. Po, edhe dikur kjo ka qenë ferm, kam punuar 200 punëtor nga Vlora, të rinj. Se ti e i ri, e i vogël. Pa tjetër. 200 veta kam punuar. Në Greqi ku jeti 5 kilometra, cilësohet një blok banimi nga një tjetri, aq është distancë. Po. Lagjet janë po njësoj, dhe sa këtu pse mungojnë, le të themi investim, pse ky realitet ndryshe. Nga Vlora 5 kilometra më tutje tjetër gjë. Tjetër gjë. Pse ky realitet? Realitetin duhet ta kërkojmë diku lart. Je kthyer për vitet e pensionit në Bestrov, besoj? E ka marrë pensionin tani, pres të marrë nga Greku. Do kalosh këtu, je pjesë e mbetur të jetës? Do me mes Vlorës dhe Po Bestrovës? kush ai na thon tani se ne kemi qenë jashtë, këtu vinë italianët kërkojnë shtëpi. Se duan me baca, me gjëra kështu. Tani u i thonë, ja, ti sipër në Kodër, kam bërë rezervorin e masën. Është në përfundim, kam mbaruar se nuk e di. Nësa ju këtu keni tokën tuaj, Po, që e mbyllë. po. Nëse bet ujë, do të investoni? Po investojmë, ja gati kemi, ekurat që shkurja kemi, ikëm pastaj ngellëm. Do të bëni shtëpi në Bestrov. Po pa tjetër. Pëlqen Bestrova, vendlinja? U linda urita këtu. Do të veç ta shkojnë më mirë fshat? Plus që ja ku e kemi Vlorën, po ka ndryshuar, po duhet akoma. Pret këtë investime tjera? Se Këtu? të bëjë mirë. Po shteti shikoj njerë, si ston këta elektriku është për tokë. Një herë fryn këta ngelen pa drita. Po u erdi dhe ujtë, rruga u bë, pastaj se këtu nuk ka dhe për të vaditur kështu ujë, nuk ka gjikundi. S'ka mbetur shumë banora, ma. Jo, këtu janë vetëm këta, mosa e tretë e gjithë. Pasojat drastike që ka lënë emigrimi i popullsisë ndihen kudo në fshat, por e kupton më së miri kur sheh që shkolla 9-vjeçare e Bestrovës është mbyllur prej pak vitesh. Aty sigurisht edhe për shkak të kushteve të përtërënduara infrastrukturore, si dhe largimit të banorëve, sot nuk ka më nxënës. Godina çdo muaj që kalon amortizohet edhe më tepër. Në oborin e saj nuk futesh më dot, pasi dy portat kryesore qëndrojnë të lidhura me zinxhir hekuri. Madje edhe fusha e futbollit, terreni sportiv që u ndërtua vetëm 3 vite përpara se shkolla të mbyllej, për të funksionuar për nxënësit, pret që të luajnë këta të fundit.
Për të kuptuar realitetin që është sot Bestrova, por gjithashtu realiteti i dhimbshëm edhe në shumë fshatra të tjerë të qytetit bregdetar të Vlorës, mjafton të shohësh pa shpinës time. Jemi në shkollën 9-vjeçare të Bestrovës, Ilia Kiçidashi, e cila, siç mund ta ndiqni, porta hyrëse e saj qëndron e mbyllur dhe e lidhur me zinxhir. Pasi kjo shkollë, e cila ka funksionuar më parë dhe ka nxjerrë breza të tërë të fëmijëve të cilët janë shkolluar në Bestrovë dhe më pas kanë vazhduar rrugtimin e tyre në qytetin e Vlorës kryesisht, por edhe jashtë vendit, sot qëndron e mbyllur. Qëndron e mbyllur prej pak vitesh edhe si rrjedhoi e mungesës së nxënësve pas largimit masiv të popullsisë i cili ka prekur shumë fshatra. Ndërsa të rinj që kanë mbetur në fshat janë ata të cilët nuk ja kanë dalë dot të krijojnë jetesën e tyre në një tjetër vend, për shkak të problemeve të ndryshme familjare apo shëndetësore, sociale. E kanë zgjedhur që në Bestrovë të merren me punë të ndryshme, punë të cilat janë të përditshme, e ndryshojnë nga njëra tjetra. Siç pohojnë edhe vetë për emisionin Ç'thot fshati. Herë merren me blegtori, herë punojnë në biznese private, e në shumë ditë të tjera angazhohen në pastrimin e oborreve të shtëpive apo tokave bujqësore. Rinia e mbetur në fshat ndihet e pashpresë për një ndryshim, për një jetë më të mirë. Jemi nga një televizion i Vlorë, me se merresh të pyes sot Bestrova, si është jeta këtu? Varet, si është puna, po... Çfarë bën ti për shkakun gjatë jetës? Ja, punoj buk, fur buke. Po, punon fur buk. Qa bën e dalë, jo pastrim, jo çdo gjë kështu. E ke tokën tënde? Po. Këtë? Unë jam na Bunavia, jam çoban. Po, çoban. Po punoj këtu, Bestrovë. Merresh me blegtori kryesisht. Po. Si është blegtoria sot? Çfarë si ja vlen që të merresh? Po çfarë them unë tani? Varet si është puna, varet si kam. Çfarë ke kryesisht? Dele, dhën, lop? Kam lop. Lop? Po. Sa lop? Kam një lop, kam 2 dele. 2 dele. Po. I ke vetëm për familjen tënde? Po, i kam plejt, po. Kam motër, kam plaku, plakën. Një motër kam vetëm. Unë jam i madhi vetëm. Ju jeni i madh. Po, Jetoni dhe punoni në fshat gjithkohës. Bunavi. Po, si është fshati kryesisht? S'keni ardhur handi ta shikoni, fshati është mirë, po vetëm që nuk ka drita, s'kan çuallë, se bokru kanë bërë ato. Ja vlen të jetosh këtu në fshat? Rruga është xham me asfalt, deri në fund fshatit. Po çoban, sa vjet keq punon si çoban? Po. Sa vjet keq punon? Po vete vitreja unë. Vit. Po. Si është si punë? Është punë e bukur apo është punë e vështirë? Unë jam gjysmë musliman, gjysmë çoban. Po. Dhe maman e kam na Resilia. Po. Po jam gjysmë. Po, gjysmë çoban, gjysmë musliman. Po. Si është të merresh me të përkujdesesh për baktit, për ato që the ti lopën? Po varet qa punë kam. Për shembull ti, kur e bën atë punë, si Po. ndihesh? Po. Si ndihesh ti? Të pëlqen si punë? Po varet si është puna, si e kam punën për shembull. Është e vështirë? Ja. Furi, po. Është Kroni këtu. Po. Duke shtëpia. Po. Aty e ke atë flani. Lodhesh? Varet si kam punën, po lodhem bem. Ja, shkoti. Shkoti jam për. Ple, ti shikon vetë si jam. Qa moshë e ke? Aty na. 20 vjeç, 22 vjeç, po. Ke menduar në herë të ikësh? Po. Largohesh? Kam qenë andena greku. Edhe aty çoban ke bërë? Po, Më mirë aty çoban apo këtu? po, Ku është më mirë? Po. Në Greqi? po, Këtu? po. Buna, kjo është Bestrova, Po. e vogla. Po. Bestrova e madhe është lartë. I ndarë në 2 pjesë. Po, Nëse flasim për fshatin Bestrov, nuk mund të lihet pa përmendur edhe mungesa e kushteve bazike për jetën. Jemi në vitin 2026 dhe ende banorët e Bestrovës vuajnë për një pikë ujë. Në Vlorën e cilësuar si mbretëresha e turizmit, 5 kilometra më larg, 10 banorë të Bestrovës, si në mesjet, e kanë gjetur zgjidhjen tek puset, pasi mundësi tjetër nuk kanë. Ujin që pinë detyrohen ta blejnë, pasi ai pusit nuk konsumohet.
Puset kanë qenë ndër vite shpëtimi vetëm për banorët e për të plotësuar nevojat e tyre familjare dhe që shtëpia ka. Siç konfirmojnë banorët të Bestrov, ndër dekada nuk ka rrjet funksional të furnizimit me ujë të pishëm. Rrjeti i furnizimit me ujë të pishëm sipas tyre nuk është vendosur ende në funksion. E përpasoj, i gjithë fshati ose e blen ujin ose e mbush në Vlorë. Ca vjetë që s'kemi ujë. Ujë të pishëm. Ja. Ne me dhe ble. Pasur asnjëherë ujë. Kur ishte në Hoxha po, kishte. Po vetë fshati, ka rrjet të furnizimit me ujë të pishëm? Jo, vlla, ne blem, vjen boti që pim me depozit, kush e di se sa ditë rrinë edhe atje pim neve nga i. Ne nuk e dim tash se si është, nga i ujë pim. Ndërkohë ju e keni zgjidhur dhe me anë të puseve, si thon shumë. Me anë të puse, po, me anë të puseve, ja si që kam pusin unë tani, po për të larë dhe ai ishte ujë gëlqeror, nuk është i mirë, po ne çfarë do bëjmë nga nevojat? Po për të pirë, si ja bëni? E blej, E blini. po. Po fatura, ju vina, apo s'keni paguar në Po s'kemi paguar nëse s'kemi ujë që të vi qezma. Me të ti për ujnë e pishëm paguan dyre, paguan dhe ujnë që pinë Edhe ujë që laj. Po, për që e merë me anë të pompa. Po, që do bëj? Të kushton shumë të vret në ekonomi? Po si s'me vret, unë jam pensioniste, vllai nënës. Nuk duam të lajmë ne, nuk duam të shprajmë. Do lajmë një perime, do lajmë ene, do lajmë, do gatuajmë. Si ja del Po me në të lek, që do bëj, si ja dal? Sa të shkon ujë në muaj, vetëm për ujë? Po vete, se do me thënë në çdo javë unë mbush nga 6 bidona ujë. 10 kilosh, 60 kile. Sa kushton një bidon? 400 lek. 400 lek. Dhe në ti arxhon diku të 30.000 lek, po s'kam për ujë. Për ujë. Ka ndryshuar ndonjëherë kjo situata, po? Jo, ne kemi ka që tubot i ka shtruar ata, po pse s'po vjen nuk e dim. Po ti ke shpresë se do ndryshoj? Po thonë që do vi, nuk e di. Ju keni bërë dhe shpesh ankesa? Po, kemi bërë, po, kur të vinë? Ju ka dëgjuar kush? Kanë ardhur i kanë parë këto, jo do bëjmë këtë lidhje, do bëjmë atë lidhje, ku di unë këtë depot ku janë atje. Për ato, se ato linjat janë shtruar. A i tregon pak pusin? Ku e që? Mund të futem? Bore. Pusi është bërë, lere mos e pyet. Ja, pusi, dhe pusi do ka shtëpi, a ishte këtej, shiko këtej, se si më vjen mua në pusë. Tu ke pusin? Po, këtu është pusi ka 30 E vjetë. lidh me tubo deri te Po, shtëpia? deri ke shtëpia. Të gjithë këto tubot edhe lidhjet Po, i ke po, bërë po, vetë, me financat e mia. Si është ky ujë? Është i pastër? Tani që më vinë këto pislëqet nuk është i pastër. Por ky thot do ta heqi, nuk e di se ç'a do bëhet, di se ç'a thot në nama tash. Mi bëj një apel institucionit, çfarë do i thuash na Bestrova? Ç'a të them? I lutem Po? tyre. Kush është që bëhet me çesmat e me gjerat, të mbajt na i rregullojnë gjërat tona, të jetojmë në 5 ditë. Por ka edhe nga ata banorë të cilët e shohin gotën gjysmë të mbushur duke zgjedhur që të vlerësojnë më tepër sinjalet pozitive që koha sjell. Banorët vlerësojnë rehabilitimin e rrugës së fshatit, ku thonë se ka dhënë impakt pozitiv në jetesën në fshat. Një pjesë e banorëve vlerësojnë gjithashtu edhe punën, e cila ka nisur sipas tyre për shtrirjen e linjave të reja të furnizimit me ujë, ku thonë se nuk është vendosur ende në funksion, por kanë shpresë se falë mbështetjes së kryeministrit do të funksionojë. Edhe problemet e mbartura në fshat ndër vite, një prej banorëve të Bestrovës thotë se është pikërisht Rama, ai që do t'i zgjidhë të gjitha pak nga pak. Je lodhur? Si të kam? Dëgjoj. Po bëjmë çik beton. Okej, mbari inshallah. Rrosh plumb goje. Sot Bestrova, si është jetesa? Një shumë mirë nuk them, po normal. Me kujdesin e Zotit kryeminist Rama, jemi super mirë, jo mirë. Pse mirë? Pse? Një sekond. Ka ndryshuar kjo gjë. Ma solli autostradën te porta. Rrugë. Kryesorja. Ujt ka që, mos them kone në verite, sot kjo uj ka vajtu në përmalësit më të thella, kjo lagje është pa uj. A i bëri rezervuarin e ujt poshtë,
shtroj kanalizimet, shtroj tubon, ja ku e kam nxjerr tubon te Baçi atje. Mirë po, bëri dhe provën, nga presioni se është pompe fuqishme, i ujt janë qarë 1-2 tubo, do riparojnë, bile ka filluar puna po i riparojnë, do na silli dhe ujt. Ujt është i sill, se janë bërë kanalizimet e kanë vajtur tubot në të gjitha shtëpirat, banesat. Kjo rruga e Bestrovës është një ndër kërkesat kryesore që kanë pasur banorët më përpara. Edhe na e bëri kryeministri. Po. Ka sjellë impakt, ka dhënë efekt tek fshati? Shumë efekt. Rruga është kryesorja për biznese, për probleme e njerëzve shëndetësore, ikin natën, vinë në spital për shembull, si të bjeri halli. Sa vite ka rruga që është shtruar? To vitet e fundit besoj. Po vjetë, Vjet. në kujdesin e Zotit kryeministër pra. Si ishte investimi? Ishte investim cilësor i mirë? Shumë i mirë, të gjithë jemi të kënaqur, çfarë të them. Po ndryshim kanë vendosur apo? Po, ja, i shikoj atje tek në fund të këtij murit, është një grop aty, pa shiko. Edhe ka bërë me fjalë në distanta të caktuara, do vinë do vënë edhe ato. Besoj dhe ndryshimet, në po, kujdesin e patjetër, në kujdesin e tij. Të pjesë diçka. Kur të vjet ujë pishëm mbaruan problemet. S'ka ti problem çati tani. Bestrova lagje Vlorës pas. Aeroporti na e solli në këtu. Mua më ka bërë vil. Po aeroportin kush e bëri? Ma bëri bashkia me urdhër të Ramës. Po aeroportin? Aeroporti kush e bëri ato? E mori një film, po prap kujdesi i tij është. Bestrova ndër dekada dhe historikisht e ka bazuar ekonominë tek bujqësia. Një fshat i njohur për tokat e shumta me ullinj, kryesisht kalinjot, me banorët që ende merren në përkujdesin e ullishteve dhe vazhdojnë më pas procesin deri në përgatitjen e vajit të ullirit tepër cilësor. Një punë të cilën thonë se bëjnë sa për të patur në shtëpinë e tyre vajin e ullirit për gatime apo për konsum, pasi vetëm kaq mund të lejoj bujqësia e kohëve moderne. Kjo për shkak se ky sektor gjithnjë më shumë çdo vit që kalon e humbet vlerën. Nëse më parë me bujqësinë jetonin dhe mbanin ekonominë familjare, 10 familje, banorët pohojnë se nuk ja dalin dot më që me bujqësinë të jetojnë, pasi fuqit po i lënë e për më tepër, mungesa e mbështetjes nga shteti po e falimenton këtë sektor. Banorët shprehen e mendojnë se edhe nëse prodhimet do të ishin të bollshme, sërish nuk do të kishin ku t'i shistin, pasi mungojnë blerësit. Këtu në Bestrovë, për shumë, me se merreni? Me ullinjt merremi, me asgjë, jemi pensionin 90.000 lekë kemi. Qa do bëjmë ne me 90? Keni toka me ullinj? Tokat i kemi, punojmë, i edhim. Sa hektar keni tokë? Ku sa kemi, sa na kanë danë një 7.500. Po rënj ulliri, sa keni? Nga 20 e ca rëjmë për frym. Për frym? Po. Çfarë kalinjot kryesisht? Kalinjot. Kalinjot. Po. Kanë dhe kështu të tjerë që kanë bjellë të rinj njerëzit. Vetëm kultivon ulli apo e vazhdon dhe te vaj ullirit që Po bëmë tepër. Po i bëre punën do t'i japi, po si bëre punën nuk t'i jep. Tani ai prodhimi që t'jep ai ulliri del vetëm për shpina apo Jo, nuk del, se një vit i tërë, ç'a do bësh me një vit? Ti punon të ullin vetëm për shpinë me pak fjalë. Po vetëm për shpinë. Nuk shet. Jo, po sa do shesësh? Ja vlen që të merresh? Me ullinjt? Po. Po ja vlen, po nuk ka shumë çmim. Gatuam me vajin ullirit. Po. Tani ma përshkoj që kësi e cilësia. Cilësia shumë e mirë, e vaj të ullirit. Se, çfarë ndryshon vaj ullirit i Bestrovës nga ai kaninës që edhe ata thonë që është më i Jo, nuk e di, ne nuk e di se kemi provuar kaninës, po vaj ullirit Bestrovës është shumë i mirë. Merreni me përkujdesje të madhe për ta. Po, me ato merremi, i krasisim, i pastrojmë, i punojmë, u edhim plerim të deleve të lopëve. Po mirë, kjo punë nga viti në vit, po shkon drejt zhdukjes në fshat, ka shumë që merren ende me ullinj? Jo, këtu zhduken njerëzit se kanë ikë në emigrim, po aq veta jemi, jo se zhduken ullinjt. Po, patjetër, po edhe tokat fillojnë mbetin çik. Po, ngelen atyre që ikin, kurse ne i punojmë, i kemi dritë.
Me shumë të Bestrovës i ka të pastra. Punojmë. Ta merrem me ujë? Merrem me ullin, kam vështe disa. A këto janë traditë? Po, vetëm këto ulliri vreshte asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Kjo është ekonomia e fshatit. Po. Me blegtori ka që merren? Ka plot edhe me blegtori. Ka nga 20, 30, 100. Mirë, do doje që të kishe më shumë rënjulli, më shumë tokë, që ke mundësi ta punosh. Ta përballoj. Ta përballosh me pak. Po, edhe të kishim. Mirë do ishte. Po, si pas frymëve i kemi dhe neve. Ke marrë ndonjëherë mbështetje nga shteti? Nga shteti, jo. Për të ato, pak tokë, qa ke me Po pak tokë, jo. Do e kanë dhënë referendum qa i thonë, po akoma. Azje. Akoma s'ka dalë. Me gjitha me financat e veta? Me financat e veta. Po të kesh 100 kokë dhënë, t'i japin. Po të kesh shumë hektar, t'i japin që të merresh me sera, t'i jap qeveria. Më kanë thënë që jep. Edhe deleve u jep, po unë si arri dot. Si arrin dot? Sera s'kam. Do dojmë mbështetje nga shteti? Po si s'donim. Po me 100.000 lekë pension qa do bëjmë? Ne vetëm ilaçe kemi. Marim ilaçe, jemi të sëmur me tension, jemi të operuar. 3-4 operime, qa do bëjmë? Pra punon? Pra punoj. Më shumë punon burri, po edhe unë vivërdall. Duke rrezikuar që këtu deri atje kam edhe vivërdall, sri. Faleminderit. Ja të keqe. Si një fshat ku tokat bujqësore janë të bollshme, përpasoj mund të kullosin e të rritin bagëtit. Bestrova është një kohësisht edhe një fshat i njohur për rritjen kryesisht të bagëtive si dele apo dhën. Por pavarësisht kushteve të favorshme për blegtorin, që natyra u ka falur, numri i blegtorëve nga viti në vit është ulur. Me 10 blegtori ishin në vitet 2000 në Bestrov, të cilët rrisnin aty bagëtit e tyre, ndërsa sot në fushat e fshatit është tepër e vështirë të shohësh blegtorë që të kenë tufat e tyre. Ata pak që takon në fshat tregojnë për kushtet e vështira në të cilin gjendet sot ky sektor, një angazhim sa i bukur, ashtu edhe i vështirë që sipas tyre lëngon. Blegtorët pohojnë se veç me këtë angazhim dhe aktivitet nuk ja dalin dot, ndaj edhe detyrohen që krahas rritjes së bagëtive të punojnë edhe një tjetër punë. Jetesa është shumë e dobët, ja ku ka të ketë ardhua këtu. E di çamra më bëri përshtypje, kur hyra për eskari ni. Po ndajse mekanikë vetëm kam një punë aty sikisht, unë fëmijët andej kam. Me çfarë merr, me blegtorime? Po ja me këto shtemi, sa për vete. Sa krer ke? Po kam 20 krer. 20 krer. E vetëm punë që bën apo edhe? Po jo, kam një punë tjetër. Kam një punë të dytë. Nëse do merresh vetëm me blegtori. S'del, nuk. Ja del? Nuk fare. Për çfarë i mban? Për shitur apo ndoshta për konsum? Po për vete bënoj të shitur në një ushqimje. Shet? Po shet. Fiton një të ardhur që? Po çata ardhur i mbaj me lekë çdo gjë ato, me tëra me lekë, ku ka ja. Si e vlen ose janë të shtrenjta çdo gjë, misri, gruri, ato të tëra. Janë të shtrenjta. Kush blegtoria sot? Si mund ma përshkruaj? Blegtoria ka mbaruar çdo gjë. Ku ka blegtoria? Tre tupa jemi ne që jemi pa punë, ditën që jam unë pa punë, sa jam natën në rojnë në i vend. Tre tupa ke këtu në Bestrov. 3 veta që merren me blegtoria? Po 3, ja, kanë kaluar para ty ata dhe nuk ka. E mbaroj, këtu që ishin blegtorie që s'mbajsh mend. Për shembull, po them 20 vite më parë, sa blegtori ishin? Po ishin goxha, s'kishe vend ku të kaloja. Dhe sa sot 3 veta? Sot 3-4 veta mund. Mirë, pse keni përfunduar këtu në këtë gjendje? Unë? Jo, them blegtoria si se Po s'ka se do unë i mbaj se jam punë natën roj. Ti investon nga lekët e tua, po? Ku ka? Për blegtoria? Po ko, ja që janë ato që nuk, ja shukaj vetë. Edhe një pasion, besoj. Një profesion i bukur. Mirë, ajo po të shtynë, nuk heqë, unë i sash më mitik nga puna se sa të heqë to. Heq stresi, kalon. Po heq stresin e ditë qaha, ku ti vinë amalizit gjitha ato, të s'ka dora. Unë këtë ke garanci që po ha diçka tima. Po di, vlaj, djali, vinë djali nga Italia, ditë qaha, edhe një mikë e merë pa merak. Në regu... Ke marrë mbështetje ndonjëherë nga shteti? Po qa me kaqore? Më zit gjithë ke një kokë karamele, jo është. Një karamele. Unë ja ke dalë vetë. Po vetë, haqës. Mi shteti, pse nuk ju mbështet ju të blegtorisë? Po qa do mbështeti, nuk. Ti mbështet ato me kopet më dha, me lope, me suqi katë më dha.
Ti ato nuk i arrin dot, ato kushte. Jo, ç'a, unë, hajde mbaj se jam në një punë, atë jam i siguruar, jam me siguracion me djetë. Se do me... Ky profesion, blektori, po trashëgohet nga brezi në brez? Jo, nuk. S'ka të Po, rinjë. djalim do vi nga Italia dhe djali i kam një këtu, shtarak. Do vi këtu, me këto. Nuk e mendojnë asnjëherë. Po fare, ai zot iki i ri racat. Fare. Nuk e shoh. Por nuk shunova, nuk se do merret ai djali në Itali, do merret të uli veten tani do bëhet, po ja erdhi nga Italia, u mor me. Po nëse do merre, ja dilde do të kishe jetes me dhënë, dhije, dele, lope. Po s'ke, ka shumë shpezime, ka shumë të lidhin ato. Lë një mangat, i lë ullit pa punuar. Po krijon dot jetën me këto? Unë e krijoj. Shumë prej fshatrave të rrethit të Vlorës ofrojnë thuajse të njëjtën panoramë, ku nga njëra anë kemi një sër problemesh të evidentuara në to, dhe nga ana tjetër kemi një arrest totale të pushtetit lokal dhe atij qendror për dekada për fshatin. Në të njëjtin realitet është sot edhe Bestrova, një fshat shumë pranë Vlorës, por duke e vlerësuar në bazë të investimeve, duket vite e dekada larg. E nëse ky realitet ndodh në Bestrov, kaq pranë Vlorës, çfarë mund të na pres në fshatrat më larg? E sigurisht që emisioni që thot fshati në episodet në vijim do të ketë në fokus e të tjerë fshatra të rrethit të Vlorës për të parë dhe evidentuar gjendjen e tyre. E deri në takimin e radhës, në një tjetër ndales në fshat, bashkë mirupafshim nga Bestrova.